i zakonshëm shqiptar Maqedoni ka plot halle dhe probleme. Ai ka probleme me idaren e tij dhe nuk i bën shumë përshtypje të gjëra. Zakonisht konfliktet ndëretnike instrumentohen dhe organizohen nga organizata ndryshme. Të tilla nuk i shohim ne tani, janë vetëm subjektet politik. Apo këto që janë pjesë e qeverisë, sepse fillimisht po hyr zgjedhje logjike, jo që kam ndonjë dën. Po logjikisht, kush ka mekanizma për të bërë diçka të tillë? Partitë që janë qeveri, të cilët kanë aparatura për pargjime, të cilët organizojnë dhe rrahin nxënës nëpër autobuse, të cilët shkojnë dhe atë familjen e fëmijët atje në Radishan, nuk kam elemente. Unë nuk kam elemente. Po tash ashtu i bie kjo. Jo, nuk i bie. Nuk i bie ashtu. Ose paktën duhet ta gjej fajtori. Se kam politike e bëj. Nuk e kam policinë në dorë. Policia është e shtetit. Po, institucion e aty ku bëni pjesë ju, ku jeni pjesë e qeverisë dhe nuk mund të hiqni përgjegjësisë. Apo jo. Dhe prandaj them që në këtë situatë duhet me pas shumë kujdes. Apel qytetarëve që asesi nuk guxon të kalohet. Domethënë sepse janë momente shumë të rëndësishme. Ashtu siç janë momente të kopshme për dikën që është marrë me politikë, politika e këtillë është. Ashtu është moment prej kur mund niset dhe ndërtohet me të vërtet një shtet i së drejtës. Me të vërtet një shtet i cili do të bazohet në parime qytetare. Me të vërtet, po këto parime qytetare në kuptojnë që duhet hapim edhe tema tjera. Jo të hapim s'temën, pse nuk e hapim këto temën e himnit, në të cilën nuk ka asnjë fjalë shqip, ose pse mos hiqet dhe mos ketë asnjë fjalë dhe vetëm në një melodi muzikore, apo jo, po them. Domethënë duhet hapen shumë tema. Nga ky moment nis gjithçka. Dhe unë besoj që do të gjejmë kapacitete të këtilla, nëse jemi sinqert, që duam bëjmë politikë të moralshme. Nëse jemi sinqert, që duam ndërtojmë shtetë të përbashkët. Ky është momenti. Dhe në qoftë se kjo dështon, besomeni që në atë moment, unë e kam thënë edhe më herët, shqiptarët nuk duhet ta lëshojnë për ditë parlamentin sa rrezihen me njëri tjetrin aty. Po atë ditë që ta lëshojnë nuk duhet kthehen më. Në qoftë se ky skandal, afera e përgjimeve ka për qëllim që të hiqet një subjekt politik, një lider politik prej qeverie dhe të vjen një tjetër, dhe nuk është e gatshme që të hapin temat reale, debatet reale për brenda shoqërisë, atëherë unë them që do të dështoj dhe atëherë nuk do të jetë situata që nuk është në parlament prezente LSDM-ja, po atëherë në parlament nuk do të jenë shqiptarët dhe do të kenë një parlament të yrin këtu në Shkup. Se nuk kemi kohë dhe asesi nuk guxojmë që stabiliteti ynë, si më tha, nuk jemi në fushat. Pak pas. Nuk përmenda jemi në partish politike. Nuk përmenda jemi në partish politike. Po mirë, tash që flasim tema reale, kemi krizë politike shumë serioze. Po kjo krizë politike pikërisht atje duhet dalë. Dhe kriza politike, unë thash, ka vetëm një zgjidhje. Sa më shpejt BDI lëshon qeverinë, aq më të sigurt do të jenë qytetarët. Duhet qeveri teknike. E parë. Dhe pastaj hapet ky debati tjetër. Çdo zgjidhje e Republikës